pyetës më të keqe të gjë. E para, kolega që folin para me këtu, ose sa vjetë pushtet. Mbanë përgjësi për çmimet, mbanë përgjësi për vjedhën që përna ndodhë në energji, për fakturat që përna dhejë. Ky dhe qeveria atje edhe ju mbanë përgjësi, dhe s'muni me i kësaj përgjësie në asë një variant. As muni mu shërë pas të ligjit të banë, as kur gjo, se oligark tu, kryeministër, jënë të shitë të bëjë energji. Dhe të ushtohen kompani për dit e ma shumë njerëz të tafën tu. Duhet këtë një korekshi të në këtë rashtë. E dyta thot, po financohen mediat me thasë. Një gore që bëhet këtë. Një gore mije shka bëhet. Po financohen mediat me thasë. Kështë me zonë ma shumë të pare, duke u shy zagarë me fysh shqiptarë. Me fysh shqiptarë. Ky shpenzon pare, je pare partisve, me fysh shqiptarë. Nuk bërë lufti me Serbinë. Ky ka zagarë, ka faqe, zagarëve që me emna e me tekët janë tjerën publike dhe vazhdojnë me e bo dhe sot. Edhe në gjithu reje, edhe në gjitha dhavere. Edhe ata që po e mbrojnë, janë qësit, zagarë. Po e zagarë. Ju lutem. Qysh koma? Mos me rajkë. Mos me pyko. Deputeti Ostanuari qeverisë përdo gjuhë parlamentare, në sjelljen e tij, në shkrimin e seancës plenare, ose të në projektin e seancës, projektin e seancës plenare e drejtë duke deklaruar se duke përdorur gjuhë jo parlamentare. Zoti Aradina ju lutem ullu në vendin tuaj. Ju kërkoj që të uleni në vendin tuaj, po përdorni gjuhë jo parlamentare. Ju lutem që të uleni në vendin tuaj, Zoti Aradina. Se ka shpik parën për gazetar, e ka shpik se s'po mujnë në shtra. Se s'po mujnë kontrolant. E kështu ka me shkuve, ju lutem, për fondore nuk leve bashkërime. Jemi arqit e kontet, jemi arqit e kujtë punë që nga ta kujtë. Mesit të fondore, për mashtime tila, nuk leve.